Shëndetje miq. Kemi parë këto kohë që disa nga këta socialistët, që janë edhe në moshë të re, përpiqen të distancojnë socialistët nga rilindja dhe nga mjaftistët. Rilindasit në fakt ishin moshë relativisht e pjekur me kryer Ramën kur erdhi në pushtet rreth 50 vjet, 55 vjet. Dërsa mjaftistët ishin këta me Erion Beliajn, me këtë Embri Fugën, që është ai që ka qenë në kryetar bashkjetet, se unë mbaj më temrat, që është dhënës ministër tash aty. Ke Ministri e Brendshme, këta që visheshin me recipeta, kështu i vishin si prostituta këta Rothschildët për t'i mbajtur në për video, për t'i pasur pasaj në kontrol. Tip i këti pitidit e këtyre i Kanada, gjithë ta, ju kanë thënë, pa bërë veprime imorale me njeri tjetrin, nuk do dhe të filmojeni, nuk do merrni asnjë pushtet. Edhe këta kështu i kanë bërë ato të gjitha. Edhe ka video për këta. Dhe erdhen rilindasit me aleancën me mjaftistët, që ishin të dy palët sorosian ose globalist, edhe goditën rilindasit që ishin internacionalist. Vetë këta socialistët. Vetë socialistët kanë qenë shërbëtorë të tuajve gjithmonë dhe gjakpirsat popullit shqiptar ka qenë një kast që ka shumë nostalgjik, kështu që zonë, ore beri këte. Po mirë më, atëre ç'të bënin ata, të mos bënin asnjë gjë të mirë, vetëm të merrnin kazmën 40 vjet edhe automatikun e vetëm të vrisin njerëz të shkatronin çdo gjë. Pesë gjëra normal do t'i bënin se jetonin vetë në këtë vend edhe deshin ta bënin të jetueshëm. Por të lidhur me armiqtë e shqiptarëve gjithmonë në politikën e jashtme, me komunistët, me slavët, me rusët, me kinezët. Dhe e quan vendin në vitin 90, ju e dini se si ishte vendin në skriptum nerës në të gjitha drejtimet. Erdhën këta rilindasit, këta që ishin moshe pjekut, po jo socialist, shkatruan gjithë socialistët dhe afruan nivelet e dyta mjaftistët, duke i dhenë këti Lali Pleut Bashkinë e Tiranës dhe duke i dhenë karë për të marrë ypësen pasi të mbyllte cikli Rama ose të beshe presidente e të merrte Partinë Socialiste. Po ai u nxitua pak edhe ndryrën dhe këto qarqet greke që se deshin si musliman që ishte, me këta shiqar edhe e goditën, e rëzuan. Ai u nxitua, tentoi të lidheshe me Kamala Harrisin se mendonte se do fitonte me Trumpin ajo, dhe Kamala Harris preferonte, grupi Kamala Harrisin preferonte këtë Lali Pleun, këtë kryekëllirën,